por edhe gjithë elita politike atje që ne mbrojtim interesat e shtetit dhe kuptohet në çdo konflikt dhe çdo luftë ka kosto. Dhe Irani mendoj që mund të jetë i fituari më i madh nëse do të arrijë këtë. Do të thotë që do të jemi në situatën e zerat fillimit, në kuptimin e asaj që lufta na dobësoi, por nuk na asgjësoi, në kuptimin e asaj që ne rujtëm dhe konservuam ato të cilët ne i kishim dhe është një bazë, një premis për të zhvilluar ato. Kemi parasysh me programin bërthamor, atë nivelin e asaj që ajo zotëron, ndërkohë që portet, kanalet ndërkombëtare, po edhe ngushtica gjithashtu e parë këndvështrimin e drejtës ndërkombëtare, por edhe të detit, kanë një status veçantë dhe nuk kanë ekskluzive dhe sovrane të një shteti caktuar, dhe ato rregullohen sipas këtyre drejtës ndërkombëtare, të cilët janë të rregullat universale, ku asnjë shtet nuk mund në mënyrë arbitrare të kontrollojë të vendosë rregullat e tij, dhe si tillë ato kanë një status ku garantohet liria detare e lundrimit, dhe si tillë në farë mënyre mund ta përdorë Irani këtë si një mekanizëm i cilët mund ta negociojë, por që gjithmonë duke ruajtur atë vlerën e tij që ka të bëjë me uraniumin, dhe ta përdor ngushticën e Hormuzit, menaxhimin e saj si ekuivalent i kësaj arme, në kuptimin po themi mëthojza, në sensin e asaj të ndikimit të madh që i përdoren në tryezin e bisedimeve, kjo forcë e tij. Ndërkaq do Rezi, kush do të përfitonte më shumë nga hapja e ngushticës së Hormuzit? Pra do të kishim një stabilitet global apo do të kishim një fitore për Iranin? Nderuar, këtu nga hapja e ngushticës së Hormuzit gjithë do të përfitojnë për hir vërtetë, se tham një Irani për shkak të se edhe Irani ndihet i bllokuar në kuptimin e faktit që edhe ato anije të cilat lejon prej tij që të qarkullojnë qofshin ruse, kineze, franceze apo të tjera të cilat Irani kërkon ta bëj për vete duke për ngushticën si instrument apo një mekanizëm për të lehtësuar barrën e saj apo për të prish kohezionin në mbështetje të luftës kundër tij, dhe këta besoj që i ka arritur, sepse nuk ka një kohezion ndërkombëtar të unik për atyre që i mbështesin këtë luftë, dhe po nga ana tjetër është edhe SBA-ja të cilët e kontrollon në farë mënyrë. Kemi parasysh prapavijën e saj në prezencën e ushtarake të SBA-s në Gjirin e Omanit, dhe kjo është, po themi, diçka që 50-50 në kuptimin e asaj fuqive balancuese që ka njëri me tjetrin, dhe këtë këndvështrim hapja e totale e ngushticës do të sillte përfitimet për të gjithë, qoftë për Iranin për sa i përket barrës ekonomike, lehtësimit të saj, përfitimet që mund sjell, po ashtu edhe gjithë lindjes mesme shteteve, të lindjes mesme të cilët e kanë burimin kryesor të ardhurave të tyre në GDP-n, që vijnë nga furnizimet e lëndëve të para, pesticidet, naftës, gazet. Kemi parasysh gjithë këto vende janë prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, janë vendet e OPEC-ut, ashtu qytet të cilët historia ka treguar që krizat që kanë ndodhur atje kanë pasjell efektet globale në gjithë tregjet e bursës naftës. Kemi po të kthehemi pas në historinë e viteve 70 dhe më herët, kemi parasysh që vendet e OPEC-ut çfarë kanë qenë edhe burimi kryesor i gjithë krizës së naftës në tregjet globale, të cilët kanë afektuar përmes kësaj edhe në gjithë zinxhirin e furnizues të gjithë mallave dhe shërbimeve që lidheshin me furnizimin e naftës. Dhe si tillë përfituesi do të jenë vendet europiane, të cilët janë burimi kryesor furnizues dhe importues i naftës dhe gazit nga këto vende. Po ashtu edhe lindja mesme gjithë këto shtete do të çliroshin, do të stabilizoheshin, do të përfitonin nga eksportet e tyre, sepse tashmë janë bllokuar dhe nuk mund të mundsohet qarkullimi jo vetëm i eksporteve të tyre, po dhe importeve, sepse lufta dhe ky konflikt ka pasjell çfarë, edhe pengimin e qarkullimit të ndërsjellët, dhe ato nuk kanë gjendje edhe të importojnë për mallat dhe shërbimet e dëshueshme dhe bazike të jetës së tyre të përditshme. Kemi parasysh ato që lidhen me mbijetesën e tyre, dhe një vazhdim i luftës do ta përkeqësojë edhe situatën e tyre ekonomike, sociale,
por edhe mund të pasjellë edhe një krizë edhe politike. Kemi parasysh që pakënaqësitë në situata lufte shfrytëzohen nga opinioni i brendshëm dhe nga faktorë politik të cilët mundon ta instrumentalizojnë këtë pakënaqësi për qëllime dhe agenda politike në funksion të prishjes kohezionit, por edhe për rotacione të mundshme brenda për brenda. Dhe si e tillë edhe këto vende do të ishin përfituesit më të mëdhej në kuptimin e hapjes apo dhënies mesazhe për hapjen e këtij kanali në mënyrë që të kemi një qëllim plot. Sikundër edhe vetë ato fuqitë të rejnale, qoftë edhe Kina, e cila është importuesi më i madh i këtyre, Korea, Japonia, India gjithashtu dhe gjithë tregjet të cilët i afektojnë marrëdhëniet e tyre pikërisht edhe me këtë zonë të rëndësishme. Kemi parasysh që ndikimi është i shumëfisht, nuk është thjesht vetëm një ndikim cilët lidhen me diçka, po është efekti multiplikator në kuptimin e gjuhës ekonomike që vjen për shkak të asaj që një krizë për një mall, një produkt i cili është shtet jetik dhe është komponenti kryesor i një gjithë zinxhirit ekonomik dhe qarkullimit që ndodh në ekonomitë e çdo vendi, po edhe ato globale siç është nafta dhe energjia, element të sigurisë edhe kombëtare madje për shkak të rëndësisë, zhvillimi i kësaj situate do të ketë ndikimin më të madh për gjithë të zonën, kuptimin e përfitimit që do të arrijnë. E qartë. Mirë, zëri Zi, shkruajmë herë për ta mbyllur pyetja e fundit. Çfarë do të ndodhë, pra cili do të jetë skenari më i mundshëm nëse do të kemi sërish dështim të negociatave në vijim? Do të vazhdoj presioni nderuar, por mendoj që palët kanë arritur në një shkallë ndërgjegjësimi që nuk do t'i kthehen më ashpërsimit të konfliktit, sepse koha ka treguar që secila është në gjendje të reagojë. Është më tepër në rastin e Iranit që nuk u thy, nuk u ndryshu regjimi, nuk u azgjësu gjithë programi bërthamor që ende posedon atë si një kërcënim i cili shenjat dhe shërbimet të inteligjencës po tregojnë që është në gjendje dhe ai ta vazhdoj dhe t'i montoj këto armë të cilët kokat bërthamore që i përbëjnë një kërcënim, sikundër dhe proksat e tij nuk janë azgjësuar. Kemi parasysh reagimet e limituar që i vijnë nga në jug të Libanit, rezistenca që i bën Hezbollah, por edhe një mundësi potenciale eskalimit të shpërthimeve dhe të vullthit në Yemen apo edhe krizës në Shiite, krizës me që mundon lindjen e mesme në shtetet saktuar në Irak apo në Siri, të cilët kanë një brësi institucionale atje, ku reagimi apo reaktivizimi i këtyre proksave mund të pasjellë një përshkallëzim të këtij konflikti. Dhe si e tillë, palët gjithmonë janë të interesuar që ta marrin situatën në kontrollin e tyre, që përmes mjeteve diplomatike presionit të arrin maksimumin në mënyrë që të përshkallëzojnë konfliktin. Gjuha e përdorur është e tillë që SBA-ja gjithmonë ka qenë paksa arrogante në kuptimin e saj që diplomacia përmes forcës, atë që diplomacia nuk arrin përmes 1, 2, 3 deadline me urdhëruese dhe kategorike të dhëna në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme nga Shtëpia e Bardhë dhe presidenti Trump nuk u arritën këto objektiva, kuptohet e zaron mjetet e tjera ushtarake si thonë që një instrument apo si vazhdimi i diplomacisë me mjetet e tjera. Kjo është ajo që përdoret në ndonë për të justifikuar vazhdimin e luftës. Po mendoj që do të kemi një situatë pak thim kuptimin e saj, që një vullnet i shprehur të parëve për të vazhduar negociatat dhe tu kemi një mediator apo një negociator që është një mandator i vullnetit mirë, siç është rasti i gjetur, jo pa qëllim, siç është Pakistani që ka një afiliacion të përbashkët të afërt me Iranin, po ashtu edhe me SBA-n gjithashtu, i cili si vend po e ka shprehur gatishmërinë e tij për t'i ulë palët detyrën e bisedimeve dhe përmes kësaj në mënyrë direkte apo indirekteve, pavarësisht dështimeve apo jo të tryezës së bisedimeve dhe apo takimeve, mesazhe të jepen për të treguar që mundësitë për të arritur marrëveshjen dhe një dakordsi janë të mëdha. SBA-ja dhe Trumpi do ta shfrytëzojnë maksimalisht për të arritur marrëveshjen madhe që ta identifikojë veten me këtë si precedentin e paqes, dhe në rast se do të arrijë, besoj që do të jetë një nga, po themi, madhështitë e gjithë presidencës së tij, në raport me gjithë historinë e luftave të cilët kanë kaluar për gjatë presidencës së tij, dhe mendoj që ai do ta
do kërkon që ta marrë një paqe madhe në Trump, kuptimin e saj që dallim me ato historitë e marrëveshjet më parashme të Obamës apo dhe të pararencëve, prekursorë të tjerë, këtë ketë vullën e Trump, dhe si i tillë dhe Trump është më i interesuar që të arrihet kjo marrëveshje, jo thjesht vetëm të bëjë luftë dhe të shtojë dozat e presionit përmes gjuhës të shpresuese diplomatike apo përmes sulmeve, por në thelbin e vet mendoj që në reflektim të asaj që ka ndodhur ai është interesuar për arritjen e paqes, dhe po ashtu dhe nga ana e Iranit, palës iraniane, mendoj që pavarësisht se çfarë ka ndodhur, edhe ato janë të interesuar për të dhënë fund kësaj lufte në mënyrë që të marrin kohë, të marrin frymë të rigjallërohet regjimi atje dhe të funksionojnë institucionet, të jepet një mundësi, po themi, rehabilitimi gjithë situatës çfarë ka ndodhur. E qartë. Mirë, zoti Rezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar kënaqësi dhe ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë, po për një ditë.